2 javë pas përmbytjes masive të zonës së ish-Kënetës, situata është ende e vështirë në shumë familje, ku ujë nxori jashtë përdorimit shumë nga orendit dhe pajisjet elektroshtëpiake. Edhe pse ka mbi 1 javë që uji është tërhequr, brenda shtëpive të përmbytura, pasojat duken mjaft qartë. Banorët e kësaj zone që njihet me emrin Durrësi i Ri janë me sy tashmë nga dëmshpërblimet e premtuara nga shteti. Shumë qytetarë kanë pretendime për sa i përket punës së bërë në terren nga grupet e verifikimit. Unë edhe tani pa plaçka ja, hajde shife motrën mre. Pas rendit e shtëpisë pak, nuk po dum gjatë jetë. Grupet e verifikimit thej që erdhën, po çfarë bën konkretisht? Vetëm emrin morën aty jashtë porta, i thash urnoni brenda, më mirë shiko se sa të flas unë thash. Ato e vetëm emra do merrni thaj, ju shofi tot qeveritarët tha. Do t'ju japi. Pra nuk është se bën një verifikim të drejtë për drejtë të dëmave. Absolutisht fare, vetëm atje ke porta netën jashtë, asgjë tjetër. Keqa, u mytën, i fuga divan ato. Dhoma e xhumit të nusës, dollapt, karbati i fëmijëve, u fugën ata. Erdhën i pan, në fotot i morën. Shkuam atje ke bashki, atje ke komuna, asnjë s'ka ardhur na pa. Shif që kam so makinat, dyqani çon, prej shtëpia, që unë sa më men kam 30 vjet këto. 30 vjet kam, tu i paguaj taksat shtetit. Ka qenë ditë shumë të vështira, mezi kemi përballuar të gjendjen e largimit të ujit. Pas ditën e dytë e tretë u largova ujit. Tëra mobilerit janë dëmtuara, tapeta e kuverta e çeshit të rroba gjitha dëmtuara. Gjithë pajisjet, gjithë rendit i hollën poshtë, blem tjera. Sa dëme u shkaktuan? Komplet pajisjet me llama gjumë, me divane. Grupet e verifikimit erdhën, jo? Erdhën, po kur e pa që unë kisha fshirë, kisha hedhur ato që zbenin, do ja është në rregull, tha. Si më është në rregull? A nuk e pa Durrësin se çau bë? Pas kontakteve që Durrës Lajm pati me bashkinë dhe shtabin e emergjencave, mësoi se procesi i konstatimit të dëmeve nuk është mbyllur ende dhe përpasoj nuk kanë një shifër eksakte të banesave dhe pse uji ka mbi 1 javë që është tërhequr. Pritet që ditën e njëjtë apo të premte të kësaj jave, ky proces të përfundojë dhe Bashkia Durrës të dalë me një shifër zyrtare. Ndërkohë në bashkitë Shijak dhe Kruj, procesi ka përfunduar. Përkatësisht ka 44 dhe 70 banesa të përmbytura dhe dëmshpërblimet për banorët e prekur kanë kaluar për miratim në mbledhjet e këshillave bashkiake.